Pra e mirë ju mendoni që është përfitim vetëm personal i Ramës? Po, vetëm personal i Ramës, se s'ka asnjë arsye tjetër. Gjithë ato që mendojnë se ka arsye tjetër duhet të rreshtojnë arsyet. Në gjithë debatin publik që është bërë në Shqipëri, nuk ka arsye justifikuese, po ka justifikime pa arsye për vizitën e Ramës. Tani çfarë përfiton Rama? E para një herë që është kjo ushqimi që bëhet opinionit shqiptar, rrëpsotëve shqiptar, që Izraeli është një shtet i fortë, që Mossadi, që kështu, që lobingjet izraelite, që gjitha janë të vërteta. Po Izraeli lobingjet i ka për veten e tij tash. Jo për ne. Jo për askënd botë, dhe ka shumë drejt. Sepse Izraeli që nga dita kur është themeluar edhe sot është në kushtet e mbijetesë. Për mënyrën se si vetë ai ka ngritur fabulën e ekzistencës tij. Sepse sionizmi gjatë gjithë kohës, që nga 48-a, vazhdon flet për Izraelin e madh. Dhe Izraeli i madh është një platformë që ka nisur që para 80 vjetësh dhe vazhdon sot e kësaj dite. Ku më shumë, ku më pak. Është një ëndër e madhe e izraelitëve. Dhe ato janë të fokusuar pikërisht këtë pjesë. Çfarë mund përfitojë Edi Rama? E para është ky ushqimi i mediave. E dyta, është dëshira e Ramës për të faktorizuar tashmë në mandatin e 4, cilin ne nuk kemi marrë sa duhet, po aq e izoluar se Netanyahu. Pavarësisht se Shqipëria nuk është në luftë. Pavarësisht se Shqipëria s'ka bërë genocid. Është pa izoluar për shkak të performancës negative që ka. Ju kujtohet takimi që u bë fill pas zgjedhjeve i komitetit politik në Shqipëri. Kur erdhi Macroni i tregoi 4. Kur erdhi Meloni i bëte 4, pra 4 mandate ti në një shtet ku raportet dhe rezultatet tuaja janë negative në çfarë aspekt? Në kriteret që kërkon demokracia liberale. Se shumë njerëz sot Shqipëria po ecën se po bëhen kulla. Po askush nuk thot si ka mundësi që këto kulla kushtojnë më shtrejt, metri katror kushton më shtrejt se në Rom, se në Bonn, në Paris, se në New York, ndoshta edhe në New York. E kjo është pjesa e këtyre kritereve, sepse Unioni dhe liberal demokracitë kanë vlera këtu, pavarësisht krizës së madhe që ka sot. Vazhdon të ketë vlera. Dhe këto vlera po i shtyp. Më gjej një media kritike ndaj kryeministit. Edhe në kohën e Berishës ka pas media të kapura. Po sot s'ke asnjë. Të lirë. Përveç pak syrit, domethënë, drejtat e njerëzit mundohet të bëjë një lloj balanci. Flasin për drejtat e medias, flasin për drejtat e njerëzit, flasin për mirëqendjen e këtij vendi, flasin për asistencën, flasin për shërbimin mjekësor, flasin për gjendjen e tmerrshme të spitaleve shqiptare ku ne paguajmë pafundësisht dhe nuk marrim asnjë shërbim atje. Kur, për shembull, medikamentet e smundjeve të rënda, siç është kanceri, janë gjitha te lista rimbursime, po s'ka askush që i merr ato medikamente atje. Flasin për sistemin arsimor, flasin për ekonominë, e tjera pafund. Rama po përpiqet të krijojë imazhin që vazhdon të jetë një lider. Dhe ashtu e quajti edhe Netanyahu. Dhe prandaj thashë merr të keq për Netanyahu në thojza, se në shpikë e degradoi shtetin e tij në sy të botës, por nga ana tjetër Rama po përpiqet dhe ka një qëllim. Në këtë lloj izolimi, po ta shikosh qëndrimet e Ramës edhe tek ky Këshilli i Paqes që krijoi Trumpi, edhe ke vizita e Izraelit, edhe ke qëndrimet që mbajtën gjatë luftës ku përfaqësia shqiptare në KB nuk kishte në rastet më të shumta në një vi unike në politikën e jashtme të Unionit Evropian. Pra Rama po mundohet të bëj politikanin pragmatist dhe po mundohet të thotë Europës, shiko se unë jam me ju, po kemi këto lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është kjo. Ai kërkon të hapi një portë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Maduro i del në ëndër të gjithë kryeministrave dhe presidentëve autoritarë dhe të korruptuar. I del në ëndër. Dhe Trumpi është njëri i paparashikuar, që s'do të thotë që do vi një ditë dhe do ta marrë Rama si Maduro, po mjafton ta mbylli derën dhe ka një vit që e ka mbyll derën. Ne i dim, aq sa i dim, edhe thashë themet e tavolina mediatike se sa u përpoq Rama me njerëz di për të marrë pjesë në ceremoninë e Trumpit kur mori president Trump kur mori mandatin e tij, dhe përpjekjet e një pasnjëshme dhe mënyrën se si manipulatorët në mediat
shqiptare kërkojnë ta servirin vizitën e Ivankës vajzës Trumpit ose projektin e Kushnerit për Sazanin e tjerë. E vërteta është që Rama i ka bërë gjitha këto gjëra. Po atë që ka nevojë, t'i hapet porta, që edhe për një foto me Trumpin nuk e ka arritur dot. Dhe ndoshta ky është oazi i fundit dhe mundësia e fundit që e shikon lobimi hebrej, i cili është lobimi më i fortë i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Edhe në botë, po në botë tash paktën tek Unioni ka rënë, edhe Shtetet Bashkuara, ai paku pothuajse ka dalë jashtë kontrollit dhe paktën pjesa demokrate është krejtësisht e distancuar një nga lobët më të mëdhenj në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ai paku është. Rama po mundohet të përfitojë nga kjo. Kështu që në të gjitha rastet janë të nuk ka pasur asnjë interes shqiptar që të justifikojë vizitën e Ramës, absolutisht po. Nuk ka përfaqësuar popullin shqiptar. Ne nuk dallojmë nga italianët, nuk dallojmë nga gjermanët, nuk dallojmë nga spanjollët, cilët gjatë gjithë kohës, edhe kjo duhet të thonë, gjatë gjithë kohës luftës dhe gjenocidit që është bërë në Gaza, ka pasur mbi 30.000 protesta në kryeqytetet evropiane. Po protesta që në fundjavë shtu në diel mbushnin rrugët e qyteteve, jo protestë, miliona kishte një pjesëmarrje masive që dërgonte refuzim popullor. Shqiptarët nuk janë ndryshe gent. Rama foli për institucionin e besës shqiptarëve, po. Shqiptarët janë njerëz besës. Po çfarë raporti ke ti me këto njerëzit e besës? Shqiptarët mbrojtën hebrejt, ndërsa gjatë mandatit tanë ti përzure shqiptarët në shtëpitë e tyre. Apo jo? Etnocidi tha dikush, termit që më ka habit. Shumë term interesant. Shumë i bukur, do të thonë shfarosje etnike. Shumë term interesant. Etnocid. Etnocid, është e vërtetë. Që ta mbyll, absolutisht është interes Edi Ramës, po nuk mendoj që ka arritur të realizojë diçka, përveç se edhe në këtë kontekst ka marrë një njollë zezë mbi shpinë. Shiko, ka diçka të madhe këtu. Politika vetë konsumon. Dhe ai është mandatin e 4. Është shumë e rëndësishme mënyrën si do ta mbyllësh politikën. Ti mendon se do ta mbyllësh? Ai e ka mbyllur politikën. Dhe kur themi mbyllja në politikë nuk do kupton sa mandate do vazhdoj. Por rënja e tij politike nuk po merr, nuk po ndryshon. Ai e ka mbyllur. Dhe e mira është që të mendoj që ta mbyllë në një farë mënyre që të jetë diçka e pranueshme, të lejë diçka në këtë vend, se sido që të jetë ka qeverisur 4 vjet. Dhe show që bën Rama, nëse kujtohet, e shkuar në Union me këto shallvaret, apo me atletet, apo me kapelet, qenë momentale. Mori si thua, klikime. U bë objekt diskutimi, po u bë për shallvare. Nuk u bë që solli në ide, nuk u bë që solli në një vizion. Apo jo. Dhe këto të gjitha nesër, kur ta mbylli ciklin e tij politik, gjitha këto harrohen. Sepse vlerësimi i politikës bëhet në bazë të fakteve. Kush janë faktet e qeverisë? Mandatin e parë u mbush parlamenti me njerëz të kriminuar. Shqipëria u mboll me kanabis, apo jo? Pastaj filloi historia e pjesëmarrjes direkte të krimit në parlament. Personazhet të krimit, apo jo? Ndërhyri fuqishëm Unioni dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës si të pastrohej hapësira politike parlamentare në Shqipëri nga këto, por këto ishin produkte të gjithë kësaj qeverie, e cila nuk ishte e vetme për jetë, edhe më përpara ka pasur. Por nuk duhet harruar që ky arriti maja. Ky e bëri standard. Dhe sot mandatin e 4 vazhdohet akoma që Shqipëria përmendet për çfarë? Për lidhet me drogën. Kur fitoi mandatin e 4 zoti Rama, shtëpia e bardhë nuk uroi Rama, por uroi popullin shqiptar dhe kujtoi Ramës luftën kundër kartelëve të drogës. Ky ishte mesazhi. Kështu që në gjitha rastet po them që në qoftë se do bëj një rezume, mund të ketë sa dush servil pranë që të tregojnë se sa është zhvilluar Shqipëria, se çfarë ka bërë ky njeri, por e vërteta është kjo që është dhe faktet ato që do ngelin. Dhe faktet janë statistike. Nuk janë opinione mediatike. Nuk janë analistë paguar. Ky e ka parë, ndoshta është dhe izoluar, ta bën dhe politikë këtë pjesë një, ku qëndron gjatë politikë fillon dhe vetë izolohesh pastaj. Nuk e kupton se çfarë ndodh në popull, nuk e kupton se çfarë ndodh tani. Me pak fjalë,
Dhe një nga turpet e kryeministit do të jetë kjo vizitë që do mbahet më.